hyrë në shtëpinë e Big Brother, a e kishe shfaq vetën si të tillë, ose a kishe pranu me hyrë në një shtëpi si Big Brother? Jo, valla, se isha qunë me mëngjes shumë nervos. Pse mëngjeset i ki nervozshme, ha? Mëngjeset i kam të papame, nuk foli. Ja. Fol qera. Eq, qonan mëngjes bona gati një laf se ndroj me Ismetin. Shbër me shku në punë, deri sa të shkojmë punë, i kam ato ceremonite e mija të lutjeve, cilat për çdo mëngjes dhe për çdo mramje lutna, edhe më shpeshëm këqyrë kështu a i kryve, dhe me ki kum kry, edhe të shkojmë në restoran, ullim e pi një kafe, deri sa të pi kafen. E të dhe zi një cigare, unë e buz bashkë. A dhe thuti që ma ka një pikar. E kur e pi cigaren edhe kafen, që ta është... Atëherë fillojnë. Qka du se ma, mire puna. Në fakt, e ku mendu këta hymje në Big Brother, jo, nuk jam unë për atë loj, sepse unë jam shumë e ashpër në debate me njerëz, nëse vi deri në atë pikë. Po për me ardhë deri në atë pikë, më vynë të gjithë kufit më mi kalu. Jam e ashpër edhe argumentoj fort. Nëse vi në atë pikë. Kështu që jo nuk jam për shtëpinë e Big Brother. Nështë i kishe mujtë krejt. Se di, po jo, nuk jo. Se jam pak e ndishme, kisha dasht me pasë regulla të gjithë shka, kisha dasht dreka me kanë, me shkun vi, me shkun vi, s'kisha mujtë që absolut me ditën e dytë kishe dalë. Por a e ki parë fitus, a e ki përsjell të Big Brother të Kosovës dhe Shqipërisë? A ke ndonjë fjalë për Gjestin, fituesin e Big Brother Albania? Me shumë gjëra, edhe me shumë shaka, e kum gjithë Negjin aty, në periudën e rinis, pra da e kum përkra Gjestin, edhe pse nuk e kum përcjell, po e kum përkra shpirtnesht, sepse Gjesti e ka meritu fitoren. Pa marë parasysh që po din me, ajo është një shtëpi për me hi me dit me lujt fart. Gjesti ka dit me lujt fart. Nuk është lyp shkolla atë. Po. E dikush që të ka shku nerva, a ke përcjell ajo? Jo, nuk e kum përcjell, Rozana më ka pëlqyer shumë.